Fondi Kosovar për Garanci Kreditore e ka pas një rol strategjik në përmirësimin e qasjes në financimin tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Një segment i cili mbetet në qendër të strukturës ekonomike të Kosovës dhe rritjes ekonomike afatgjate. Përgjatë tyre 10 viteve fondi ka ofruar, ka prodhuar rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme, ka pasur në dispozicion një 1 miliard euro si fondet për garancion dhe ka mbështetur më shumë se 14.000 biznese dhe ka mundësuar në rrugën e më shumë se 33.000 vendeve të punës anë kënd Kosovës. Në këtë dekadë, fondi ka luajtur një rol të rëndësishëm në përmirësimin e qasjes në financa, për ndërmarrjet, veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme, duke ndihmuar në tejkalimin e barrierave që shpesh kanë kufizuar potencialin për rritje. Gjatë dekadës së fundit që përkon me themelimin dhe zhvillimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, sektori bankar në Kosovë ka shënuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe të thelluar, duke u pozicionuar si një sektorët më të fortë financiar në Ballkanin Perëndimor. Ky progres reflekton rritjen e besimit publikut dhe të bizneseve në sistemin financiar, si dhe forcimin e vazhdueshëm të kornizës institucionale dhe regulative. Asetet e sistemit financiar kanë shënuar një rritje të ndjeshme, duke arritur në 16.5 miliard euro, që përfaqësojnë rreth 150% e bruto produktit vendor. Sektori bankar gjithashtu ka demonstruar një rritje të fortë dhe kapitalizim solid për gjatë dekadës së fundit, duke kaluar nga një proces i rëndësishëm i konsolidimit dhe zgjerimit, duke reflektuar stabilitet, besim dhe rol gjithnjë më aktiv në mbështetjen e zhvillimit ekonomik të vendit. Asetet e bankave janë rritur gati 3 herë brenda kësaj periudhe 10 vjeçare, një tregues i qartë i rritjes së kapacitetit dhe fuqisë ndërmjetësimit financiar, ku kredit kanë arritur në 6.7 miliard euro dhe kanë pasur një rritje prej 3.3 herë krahasuar me 10 vjet më parë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në financimin e investimeve, nxitjen e aktivitetit prodhues në mbështetjen e ekonomisë. Sektori privat, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, mbeten shtylla kryesore e rritjes ekonomike, po ashtu dhe të punësimit. Prandaj krijimi i një ambienti që lehtëson investimet dhe rrit konkurrshmërinë është thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë. 10 vite më parë u themelua Fondi Kosovar për Garanci Kreditore për të adresuar një nga sfidat kryesore të ndërmarrësisë, çësjen në financa. Sot ai është një institucion i mirë kapitalizuar, me reputacion të besueshëm dhe besueshmëri të lartë në sektorin financiar. Qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë kontributori kryesor në kapitalin e këtij institucioni. Nga 109 milion euro kapital, rreth 67 milion euro janë siguruar nga Qeveria e Kosovës, përmes programeve vetanake dhe partneriteteve me institucionet financiare ndërkombëtare. Today, KCGF stands not just as a success story, but as a model for the entire SME guarantee sector globally for what a well-designed credit guarantee fund can achieve. You have bridged financing gaps, fostered innovation and unlocked potential, qualities that resonate deeply with all of us at ACF.